është çështja e problemit drogës. Droga është goxha e përhapur në Kosovë, edhe prek pjesën më të ndjeshme të njëston që janë rinia. Edhe kjo problematik nuk është problematik e vetme, është një betejë e vazhdueshme, po që nuk e ka fituar askush. A më të paktën ne duhet bëjmë pamundurën brenda mundësive tona që të punojmë me komunitetin, me familjet, me shkollat, me komunat, me organizata tjera, po ashtu bashkëpunim me prokurorinë dhe gjykatat, në mënyrë që ta reduktojmë ofertën e drogës në territorin e Kosovës, këtë rast territorin e komunës Prishtinës, dhe po ashtu edhe kërkesën duke punuar në rehabilitim njerëzve dhe po ashtu në vetëdijsim tyne. Lidhje me këtë, ne kemi marrë vendim në nivel qendror të policisë se përveç njësisë drogës që merret me hetimin dhe trajtimin e parandalimin e këtij fenomeni, do të caktojmë edhe disa zyrtar policor në çdo njësi të hetimeve në stacion policor, që do të jenë përgjegjës për të mbuluar këtë fenomen dhe pastaj koordinimin do të bëjmë me hetimet e nivelit rajonal dhe poshtë nivelit qendror me qëllim që ne të rrisim numrin e policëve që merren me fenomenin e drogës, sepse nuk mundemi të subzuar shumë policinë e Kosovës në atë formë pastaj duke gjujt përgjegjësinë të njëri tjetrit, po do të kemi përgjegjësi të gjithë që ta lehtojmë fenomenin. Fenomeni tjetër është çështja e fajdeve. Ne para 2 viteve të ri kemi kriju një task force në nivel qendror të policisë, e cila ka kryer 10 operacione kundër fajdeve në gjithë andej nëpër Kosovë, po ashtu edhe në Prishtinë. Është një fenomen që është në prezent, e të cilin na duhet me gjetë forma me luftu, jo vetëm bashkë me prokurorinë. Nja duhet me mbledh informacion, janë 2-3 format që po kryhet fajdja në Kosovë. E para është që fajdegjinjet, bashkëpunim me viktimat, sepse viktimat nganjëherë edhe prej zonit e pejtëllarshme që mund të kenë, shkojnë te noterat edhe notarizojnë marrëveshjet për fajden. E për këtë besoj që legislativi i ardhshëm Kuvendi i Kosovës do ta ndryshojë kodin penal të Kosovës në mënyrë që ta gjejmë një modalitet që merrit efikasitetin e luftës ndaj këtij fenomeni, qoftë nga policia, qoftë nga prokuroria, pastaj edhe dënimet që mund të jap gjykata për këtë punë. Edhe dytë janë problemet me sallonet e kerreve, shitjet e kerreve, dhe këtu në bazë informacioneve që ne i kemi janë të përfshirë në këtë muhabet. Kështu që kërkoj prej gjithë juve, prej komandantëve, prej policëve të mbledhin sa më shumë informacione për çështjen e fajdeve. Një kërkesë kam për kryetarët e komunës, sidomos për Prishtinën. Ne kemi probleme me hapësira. Ju dini që disa herë kemi komunikuar me juve për çështjen e hapësirës, në veçanti për stacionin policor më të madh në Kosovë, që është stacioni policor Jugut. Ne kemi një parcelë të ndomë në lagjen e Kalabrisë, por që parcela që ndodhet atje, duke pa nga aspekti operativ, edhe vendi se ku banojnë shumica e banorëve të këtij stacioni policor, i bie 80% e banorëve jetojnë në Dardani Ulpian, mat, ndërsa vetëm 20% është edhe më pak jetojnë në Kalabri. Nëse ne ndërtojmë stacion policor në këtë parcelë, kanë pamundur qytetarët, kanë nga vonesa dhe nga tresa me ardhur deri atje poshtë me raportu. Kemi kërkuar disa herë që një parcelë ta ndahet diku prej zonës së shkollës mesme të mjekësisë deri te Farmedi ose deri te rruga B. Kjo kishte më qenë zona ideale për një stacion policor që mbulon këtë zonë. E ka afër Ulpiana, e ka afër Dardani, e ka afër Mateni, e ka lagja e spitalit dhe pashtu lagja e Kalabrisë. Andaj në tallmen shpresojmë që të bëjmë një zgjidhje për këtë stacion përhyshe. Ne jemi duke vepruar në një objekt me qira nga AKP-ja që është hoteli Victory, e që nuk i plotson kushtet për një stacion policor. Na duhet me bëni zgjidhje ose duhet me ranuar me bëni një ndërtesë të re ose duhet me gjetë një modalitet në zonë ku mundemi të ndërtojmë një stacion policor që është në mes të zonës përgjithësisë, ku qytetarët kanë qasje sa më shpejt dhe sa më të afërt atje. Për të tjerat, kamerat e sigurisë i kemi vendosur në Prishtinë, besoj që i kemi edhe për komuna tjera, shumica prej tyre. Ju kisha kërkuar që të investoni edhe më shumë në këto kamera. Për njoftimin e juaj, gjatë vitit 2025, Policia e Kosovës i ka dhënë në buxhetin e komunave të Kosovës 25.7 milion para, tyra gjitha nga gjobat e trafikut. Dikon 5.4 milion më shumë se sa një vit më herët. Andaj e mirë ose keq, ky është ligji i financave publike, çdo gjob që shënohet në Drenas, parat shkojnë në Drenas, në Podujevë, në Prishtinë. Nëse s'mundim ato më na u kthy te neve, të paktën kthehen në shërbim qytetarëve tonë për të krijuar më shumë siguri, qoftë pajisje policore, qoftë automjete, qoftë
teknologji informative që garanton më shumë siguri për njerëzit tonë. Në të ardhmen ne kemi planifikuar që të ndërtojmë edhe një objekt ndërtesë policore për njësinë e autostradave. Ideale do të ishte që të jetë dikon të rrethi i uglarit, që lidhen gjitha autostradat në mënyrë që pastaj atje ta kemi një qendër monitorimit, do ta vendosmi njësinë e autostradës do ta ketë shumë të lehtë që nga ato të drejtojnë patrollat qoftë për Shkup, qoftë për Podiev, qoftë për Pej, qoftë për Mitrovic, domthonë kjo kishte më qenë ideale për neve. Është një investim strategjik, por besoj që do gjejmë mirëkuptim edhe me komunat edhe me Ministrinë e Infrastrukturës në mënyrë që ta kemi një qasje të tillë. Nuk po duam të zgjat më shumë përveç se mi përgëzu gjithë policët dhe gjithë prokurorët e policisë për këtë rezultat që kanë bën. Na bëten shumë punë me bën. Do ta keni mbështetjen tonë si detyrim e përgjithshme e policisë. Në çfarë do nevoje që keni, do të punojmë bashkërisht, vazhdoni të punoni siç keni punuar deri sot. Për disiplinë për këto mos flasim sepse janë gjëra që ne duhet të rregullojmë brenda sistemit tonë. Mbikëqyrja e shtuar krijon profesionalizëm. Sa më shumë që ne mbikëqyrojmë punën tona, sa më shumë mbikëqyrojmë policët tonë, për disa mund të jetë ndoshta mbikëqyrje tepër, por për disa tjerë që janë të ndershëm, është një mbështetje dhe motivim. I faleminderit gjithëve, ju prit të marrë dhe paqë shumë sukses. Okej, po donim edhe